Sa po dole nga deti edhe po bëj për praktikoj këtë pastrimin e hundëve. Njeri tjetër nuk kam kush, nuk ka shohet njeri me filmu, po filmoj vetë. Pijet pra ujë me kripi vakët, pak. Ja. Se nuk do flas dot pasaj, po bëhet si gargare, edhe fryma nxirret nga hunda, nga pak hape flegrat. Është jashtëzakonisht e mirë, nuk le asnjë lloj mikrobi, siç dihet natyra na ka bërë që të marrin frymë me hund. Jo rastësisht në brimët e hundës ndodhen qimet, që nuk kanë papastërtitë e mëdha. Pastaj hajri kalon ngrohet e mela kështirë dhe është mukoza që nuk lë viruset. I kap i ngort, ajo që ne themi në fakt është shprehjen qyre, ajo i kap gjithë ato bakteret dhe eliminon. Praktikoj këtë, mund ta pasakoj sa herë dush, mësohet, me praktik mësohet. Kaq, besoj se ishte e qartë. Faleminderit.